koleg, një komentator brenda në fushë, i cili i jep instruksione në sesin. Rrugën për daljen e garat evropiane do ta kërkojnë përmes Kupës së Kosovës. Në dytë, ka gol tani për Lapin. Lapi do ta pret Ferizaj në duelin e parë gjysmëfinale në stadiumin Zahir Pajaziti. Madje Lapi ka lëshuar biletat falas për këndeshje, duke kërkuar mbështetje të madhe nga tifozët. Dy skuadrat nuk po kalojnë momente të mira në Superligë, pasi Ferizaj renditet në pozitën e 7, e në të 8-ën skuadra drejtuar nga Tahir Batatina, por me pikë të njëjta. Ndërkohë në Suarek gjithashtu të mërkurën do të zhvillohet edhe dueli tjetër gjysmëfinale. Do t'jetë Ballkani që do t'i bëj konak Duhaxhinit. Klinasit do t'japin gjithçka nga vetja për ta eliminuar ekipin Suharekas nga kupa dhe për ta fituar me pas atë, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të dalin në Evropë. Megjithse kjo nuk vlen për Xhebrailat, të cilët po luftojnë edhe për titullin e kampionit të Kosovës. Krahas Duhaxhinit edhe Lapi e Ferizaj do të kërkojnë Evropën përmes kupës, trofeut të dytë më të rëndësishëm në Kosovë. Sfidat e para gjysmëfinale do të luhen të mërkurën nga ora 15, kurse ndeshjet e kthimit do të zhvillohen me 22 prill, ku do të zbulohen finalistët.